Më shumë se 2 dekada pas luftës në Kosovë, ende nuk dihet për fatin edhe të gati 1600 personave që rezultojnë të zhdukur që atëherë. Megjithatë, pas më shumë se 2 vjet e gjysmë, kur Kosova e Serbia u dakorduan të themelojnë Komisionin e Përbashkët për persona të zhdukur, tek të ajntën mbrëma me ndërmjetësimin e emisarit të BE-s Peter Sorensen, u arritu ide mes palëve që ky komision të funksionalizohet. Vetë Sorensen u shpreh se qëllimi i këtij komisioni është të mbikëqyrë zbatimin e deklaratës për të pagjeturit, që do të kontribuonte në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Objektivi i Komisionit të Përbashkët është të mbikëqyrë zbatimin e deklaratës për persona të zhdukur, e cila synon të kontribuojë në sqarimin e fatit të personave të zhdukur, duke përfshirë ata të zhdukur me forcë, të ofrojë mbyllje për familjet e tyre dhe të promovojë pajtimin dhe paqen e qëndrueshme. Megjithse e vonuar, kjo marrëveshje thonë se u jep sadopak shpresë familjarëve të personave të zhdukur, të cilët që nga lufta nuk dinë gjë për më të dashurit e tyre. Do të japen konkrete njohuri për varrezat masive për njerëzit e zhdukun ku që sa vite mbahen peng edhe mbahen informata të fshehura. Besoj si ka me pas shumë një prioritet për familjarët, një lajm i mirë, një hap apo disa informata shumë më të sakta. Megjithatë, nga Fondi për të drejtën humanitare druajnë se Serbia përsëri mund të mos jetë bashkëpunuese në disa pika të marrëveshjes. Jam skeptik të çështja e hapjes të arkivave edhe rezultateve që mund sjellin ato. Mendoj që kjo pikë është goxha vështirë që të zbatohet. Ndër pikat kryesore që parashë marrëveshja për të zhdukurit, të cilat komisionit duhet të mbikëqyrë, janë zbatimi plot i angazhimeve për persona të zhdukur nga të dyja palët, bashkëpunimi drejt për drejt për identifikimin e varrezave masive dhe gërmimet, qasja plot në dokumente, urdhra, arkiva dhe materiale, përfshirë edhe ato të klasifikuara, përdorimi i teknologjive të avancuara për zbulimin e varrezave masive. Po ashtu parashihet vënia në dispozicion e dokumentacionit vendor dhe ndërkombëtar, përfshirja aktive dhe mbështetje vazhdueshme për familjet e personave të zhdukur.